Mirë më njësë gjithë dhe, hajni mirë. Sta presim kolegon. Vetë nëse për Shamnali. Berisha në fakt është edhe përpjekja 24-ët, akoma nuk ka ndonjë qëndrim konkret sa i përket konstituimit të kuvendit. A është edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës duke pritur një vendim të kushtetuesës, pastaj ndoshta për të marrë një qëndrim tjetër? Ndoshta e vetmja shpresë ka mbet të gjykata kushtetues ose eventualisht të një ftesë tjetër e partive politike që ishtë dashmë ndodhë nga presidentja për më mujtë me dalë për kësaj. Mirë po që e kom pa edhe u bojnë 23-4 herë tash që po vim këtu. Vjen keq edhe për qytetarëve edhe për njerëzve që po rrinë presion edhe për juve besa. Nuk kemi mujtë me orë të një zgjidhje. Kjo në është ta kallëzon mos afinitetin ton edhe kohë ma përpara, sepse si duket neve veç na kanë nejtë gati shtu ambasada e kështu se kur këta politikanë, apo na si politikanë, nuk kemi mujtë mjë dhonë orientim momenteve politike asë njëherë, po veç na kanë nejtë gati. Më thonë, është me të vërtet për me të ardhë kesh, edhe nina kesh edhe si deputete si përfaqësues, për mësë më pas mundësi ose afinitet ose zotësi me umledh shqiptar, njerëzit e delegum e zgjedhën me pru porosinë e qytetarëve në kuvend Kosovës, edhe problemi më i madh është që s'po kem as fjalë, nuk po mujm as më fol. Në kuvend do fjala, për me gjetë një zgjedhje ose diçka. Kështu që nuk e di çka do të ndodhë, tash kjo situatë e çuditshme. Po, zotëri Berisha e përmendu pikërisht që ndjeni keq si deputet, kur pagesa për gjithë deputetët e zgjedhur tashmë ka dalë, zyrtarisht sot vini me një rrogë shtesë, a mendoni që i meritojnë deputetët këtë pagën e parë që e morën? Qëre, kjo paga bazë, se po menuajnë do që na e mi orë shpesh, aty morën me ditje, e grumullohen, aty parë nuk është e vërteta, jo? E kom një pagë në kohë që juve, gazetarëve, ju ka jetë fort zhega e punë, pja unosëm ka dalë, e vërtet është. Edhe pagën normalisht që duhet na me arsyetu, me veprime. Dhe më thonë, përshtaj jemi thiru, përshtaj jemi zgjidhur. A shë AKJ si opcion Fatmir Liman, pasi ma heret nga partia e tij u tha pikërisht këto që është opcioni më i mirë dhe unifikues për krejt kuvendin? Po këta tashin fushat elektorale, as mu morë vesh edhe po thonë që është opcioni më i mirë këta partnerët tash, në kohë që janë partnerë, se s'po dihet as, se s'po votojnë as nisma për ta. Unë e kom thonë shpesh, njëna person që si pajtus, edhe e kom thonë që njeri ju që e ka të kalumën e tiju që ke për mu nuk paraqet, dhe më thonë nuk muj më full kesh. Dhe më thonë e kom konsiderat ato, e kom kështu këgjanel si pare. Edhe nuk kom asë një kundërshtim besas me këta tjerë që i kanë përmen edhe ato mendimet e mija i kom shprej 1, 2, 3 se unë sa masanej, kom thonë që bënë edhe albolina, bënë adin. Se ma e kje që është që kjo që nga ka ndodhë. Faleminderit shumë.